me fejt, du më ndonjëherë e ki po, ata fëmijët sa janë për ne, atë që janë kundra nesh. Ushtimi, sa për ne, atë që është kundra nesh. Koha si kohë. Sa për ti, është kundra teja. Paret që i kënë gjep, janë për ti, ma dhe janë kundra teja. Që se të humbin. Mbrenda jetës tonë që i këtë organizume, prap harohesh, habitesh. Si fëmija, po të fëmijën, Zotit ta ka dhanë, me regullat që i dim, që si vjen fëmijën këtë botë, pastaj rritët, e zhvillohet, e qonë shkollë fillore, të mesme, kur të bëjë 20 vjetë, ta këthen bumerang. Unë jam prej trive që nuk e konsideroj, thot që prindin duhet me ushqeje une dhe me kontribu për prindin me e bo një jetë mirë. Sigur që këtë e kanë shumica e njerëzive tjerë që s'kanë të bëjnë me islam. E mundet dikuj shtërë që me thona, katastrofë. Sa, ka njerëzit që prindrit nuk respektojnë, po, shumica e njerëzive në botë nuk respektojnë njerëzive. Prindrit, shumica e njerëzive, a posaçërisht ata që nuk janë musliman. Kjo e vërtetë, s'ka, 1+1 bëjnë 2, kri puna. 1+1 bëjnë 2. Shumica e njerëzive në botë që nuk janë musliman, nuk i respektojnë prindërit e tyre. Kush e ka ndërtu shtëpinë e pleçnive të parën herë? Kujt i ka shku mendje? Muslimanëve e muslimanëve? Ku ka be shtëpi të pleçnive të muslimanëve? Unë në Saudi kam jetu 9 vjetë, nuk ka shtëpi të pleçnive, ka spital. Ka spital. Spitali, për shembull, o ka sëmur baba, nana, vllai, ku e di unë, djali, njeriu, ka spital, një muaj, 2 muaj, 5 muaj, spital. A më shtëpi të pleçnive? Në shtetet islame haram është me pas. Edhe nuk ka. Pse se truni janë si musliman nuk e pranon këtë. A e këshi pranu jo babën me ta marë, me ta që starë s'ki dom të ne i thamë. Cëli kish pranu për ishë? E kur ta pranoni këtë, ta dini malë. S'ka nevo as shqiptar me thonë që je, as musliman, je që në korit.